Hekin përgjigjet e studentëve të kolegjit AAB se e kam parë fillimisht serialin dhe sa mendojnë që ky serial pasqyron realitetin apo është një egzagerim. A ke pa filmin Adoleshencë? Po. A të ka pëlqy? I mirë ka qenë. Sidomos për prind, besoj që ja sugjeroj gjithve. Për çka të kalon përshtypje mas shumti? Në aspekt se si u bo filmi, si fan si filmave dhe i serialeve, ka qenë që çdo epizod ka qenë e xhiruar me një one take. Po sa i përket gjanës kryesore që është mesazhi që e jep, mendoj që ja kisha sugjeruar gjithë prindve. Sidomos atyre që kanë fëmijët i kanë me një moshë më të vogël. Për çfarë? A e ke gjetë vetën me ndaj pjesë të filmit kur e kon adoleshent? Jo, shqyqër zotit, për shkak se filmi është pak me një tematik ma të rondë. Kom një fatkeqësisht rastësit njëjta që i kena pas edhe për shembull në shoqërinë time me gjana, jona si ekstreme. Zoti na rujt, po jo, unë personalisht jo. Sa kohë të ka marrë derisa e ke përfunduar krejt serialin? Nuk e dija, e kom përfundu për 2 dita 3, se nuk ka pas shumë epizoda. A kishe pas qef me pas ma shumë epizoda? Besoj ka qenë mjaftueshëm. Po, nuk ka qenë në ato shijet e mia si serial, po e pa që u bo një buje madhe për që serial, kështë që ta veç ta këshyri. A unë aspekt njërës se që u bo shumë impresive ke. A menon që është e nevojshme me u shfaq edhe në për shkolla me pa dhe fëmijë të nxënësit këtë serial? Jo, në fakt, se mendoj që është serial për prind. Jo për fëmijë, sidomos se ndoshta ajo poenta kryesore e serialit mundet më kanë me përçu mesazh të mirë të nxënësat, po njerëz nuk e dinë që mundën me e marrë edhe atë të keqen, edhe tu bazon serial se çka ka ndodhur. A e din çka bëhet fjala ju? Hiç. Okej, bëhet fjalë një adoleshent akuzohet për një vrasje që ja ka bërë shoqës të saj. Ai djali është 13 vjeçar. Besoj që nëse ka a është që bazuar në diçka të vërtet, po. Okej, pra duhet më konë spjeguar ashtu, duhet më konë në mënyrë delikate, se mundet më konë një temë interesante për kush e kqyrë, kështu. A të kalon përshtypje kështu tema që tani me hi edhe me pa, a hec s'ke dashtë? Jo që s'kisha dashtë, po nëse mbjen rasti nuk është që thëmë jo, nuk është. A menon që është e duhur me u transmitu qaj serial në për shkolla, me pa fëmijët, adoleshentat këtë serial? Varet ashtë se nuk e di në Kosova a janë gati njerëz për qisi sene. I qka menon t'ja janë gati a ju? Pa me dasht po dës pi hapin sytë. A e ke dëgju që shka po flitet për të? Kom dëgju, po nuk e kom pa. E pse nuk e fillu me pa? Që është pas kohën e kufizume edhe nuk kom pas kohë për me e pa. A të ka pëlqy tematika prej asaj që ka ke mujt me pa prej njerëzve diskutimeve? Nuk kom dëgju shumë, a nuk kam informacion që kam e me dhëmë. Bëhet fjalë për moshën e adoleshencës kështu? Po. Nuk kam në përgjigje që më e me të dhëmë për momentin. A i keni pa serialin Adoleshenca? Po, e kam parë dhe mendoj që është shumë rëndësishme që të transmetohet edhe tek prindrit, të cilët do të kenë kujdes me fëmijët e tyre dhe do të me anëtarët e tyre të cilët janë në moshën e adoleshencës në mënyrë që të mos ketë konflikte siç po jemi dëshmitarë dhe në ditët e sotme, që po janë të shumta dhe që po përfundojnë edhe me fatalitet, ku pastaj do të kjo tragjedi i përcjell të jetën familjare të tyre. Dhe mendoj që duhet të ketë edhe shumë lloje të këtyre serialeve apo filmave në mënyrë që të jenë sa më edukative për brezat e rinj që vinë dhe që të përcjellin një kujdes më të shtuar të prindërve për fëmijët të cilët po e vrejmë që është në mungesë të madhe në ditët e sotme. A mendon që është më mirë me pa prindrit a fëmijët këtë serial? Unë mendoj që është më mirë që ta shohin prindrit, për shkakun që mendoj që edhe mesazhin të cilin e përçon seriali më lehtë do të thotë e perceptojnë prindrit në mënyrë që ta përcjellin tek fëmijët dhe mendoj që është mesazh që përcjellet më lehtë nga prindrit tek fëmijët sesa nga filmi tek fëmijët. A e keni pas serialin Adoleshenca? Jo, se kom pa, veç kom dëgju. Sa të ka pëlqy tematika? Po, s'di qa me thonë, mirë. A menon që është një serial i dur që duhet me pa edhe fëmijët? Normal, po.
A duhet me po ma shumë fëmijët, a prindrit? Normal do të me po fëmijët ma shumë, po prindët me insistu. Se për rrjetet sociale bëhet fjallë. E du me thonë prind janë ata të partë që po menon ti që duhet me po këtë serial. Normal.